Zoti Islami, si e shikoni përfshirjen e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, por edhe të Kosovës në protestën para kryeministrisë ku kërkohet dorëheqja e Edi Ramës dhe shpeshherë shumë protestues kanë pasur dhe flamurin e UÇK-s. Krejtësisht normale. Ne jemi një kombë zotëri. Ne nuk do kishin të drejtë po të vinin grek ose serb të protestonin, po jo shqiptarët. E trojve shqiptare, jo zotëri, jo. Ata janë shqiptarë. Ata janë pjesë integrale edhe pa kontestueshme e trojeve të Shqipërisë të 1000 të kohës së lidhjes së Prizrenit. Pra, ata kanë të drejtin e tyre të vinë protestojnë sa herë të doj qefi dhe unë përmjet jush i ftoj, ju lutem shumë, vëllezër shqiptarë të Maqedonisë dhe të Kosovës dhe të Malizë. Hajdeni këtu ta përmbysim se kemi atë dheun e përbashkët e kemi në rrezik. Merreni vesh mirë që kemi në rrezik atë dheun. Zoti Islami, ndërkohë ish kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se shqiptarët e Kosovës nuk kanë punë të shkojnë të protestojnë përpara kryeministrisë, aq më tepër me flamur të UÇK-s. Kush që atë drejt atyre? Ramushi që dha 8.000 hektar Malizë, Quashiti, ai Ramush Turk TV, faqen e zezë pas Ramush Haradinaj që thënë këtë fjalë. Jo zotëri, ti nuk i ndalon do shqiptarët. Ti mësot flasë shqip njërë. Pasaj kërko të flasë të ndalon shqiptarët vinë aty. Shqiptarët e Kosovës janë shqiptarë zotëri të trojeve etnike shqiptare. Dhe nuk ka burnën e që ndalon, sepse dhe Zbërneci është dhe për Kosovën. Saranda është dhe e Kosovës. Medvegja, Bujanovci, Presheva janë dhe të Kosovës. Shkodra është dhe e Kosovës. Prandaj, këtë mos e thuaj më, turp të vijë që ke thënë të Ramush Haradinaj. Po si është e mundur që Haradinaj e bën një deklaratë të tillë, teksa ka qenë vetë denoncuesi kryesor ndaj kryeministit Edi Rama, i cili kërkonte të ndante Kosovën? Me sa duket ka marrë urdhër nga padronët e përbashkët. Që janë? Janë serbët. Unë s'kam turp ta them. As prik. Haradinaj ka qenë një nga elementët kryesorë në Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës, ka dhënë gjithë kontribut. Po s'ka mbetur ai qof pas lufte. S'ka mbetur ai ai Ramushi ishte në luftë. Ka evoluar ai Ramushi. Me këto deklarata që bën. Tregon që stonon. Çfarë tregon? Tregon që ka trajtuar luftën që ka bërë. Edhe gjakun e vëllezërve. Po nga ana tjetër deklaratën e Ali Ahmetit, si e cilësoni, i cili theksoi se nuk e mbron Edi Rama në këtë rast, por protestat po godasin turizmin. Ali Ahmeti zotëri shkollën e 5 është personi që me njerëzit e tij në vran komandant Telin në atë Gazibaba si quhet ajo në Shkup. Është ai Ali Ahmeti, ai akuzuar për atë vrasje. Me gjithë njerëzit e tij. Pra s'ka fytyrë Ali Ahmeti që të flasi. Ali Ahmeti të shkojë të caktoi pension ushqimor fëmijëve të komandant Telit që jetojnë në Fukarallok. Atë të bëj Ali Ahmeti. Se është bërë miliarder për vete, dhe beti kryetari përhershëm Ali Ahmeti. Turp TV. Zoti Islami, si e cilësoni publikimin nga ana e Taulant Ballës të listë pagesës së ushtarëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, ku midis emrave përveç Dritan Goxhajt ishte edhe ai i Tahir Sinanit, një nga herojve të UÇK-s? Zotëri, të gjithë janë paguar luftëtarët e UÇK-s gjatë kohës që filloi lufta. Një të sqarojmë një gjë për qytetarët shqiptar që nuk e dinë. UÇK-ja, zotëri, u quajt UÇK nga komunistët shqiptar, nga tradhtarët e kombit shqiptar, sepse ata që formuan me të vërtet që formuan bërthamën e Ushtrisë Liritare të Kosovës ishin ata që krijuan Farkun dhe që u stërvitën këtu në Shqipëri që në 92-shin
dhe ishte Bujar Bukoshi, komandant dhe kryeministri i asaj periudhe, kishin dhe fonde që patjetër do paguheshin njerëzit që punojnë, se kishin familje, u do hanin familjet e tyre. Dhe këtë të mos e thonë këta palaco që duan t'i tregojnë, t'i quajnë mercenari. Jo zotëri. Unë e kam thënë dhe do ta them. Dritan Goxha dhe Dilaver Goxha kanë qenë në UÇK në luftë dhe vajten për të mos u kthyer. Ishte fati tyre që u kthyen të gjallë. Po familjet tyre nuk donin të familjet Dilaver Goxha nuk donin vdiste për bukë. Se këtu në Shqipëri nuk e donte njëri, se qeveria shqiptare ishte kundër UÇK-s, kundër luftës në Kosovë. Dhe ai Hashim Thaçi, që kur mos dalte ande nga ka vajtur, ai Hashim Thaçi ishte që e kërkonin me qeri për të vajtur firmoste në Rambuje. Del e ndjera që i dritë shpirti Madeleine Albright dhe thot, po kërkohet, ai thot, po kërkohet Hashim Thaçi. Hashim Thaçi të vijë të firmosin. E kupton, dhe Hashim Thaçi ante karamele, ante çokolata të Vila Ermerogjës, të Vila 31 këtu. Kanë bërë luftë civile ata njëllosin që e bërë komunistin shqiptar 43-44 kundër Ballit. E njëta gjë është bërë, më, dhe ka të njëjtin regjisor, Beogradi. Po në këtë rast, publikimi i listës nga ana e Tauland Ballës, a nuk çon ujë në mullirin e Beogradit duke cilësuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës si mercenare? Po Tauland Balla, edhe partinë e Tauland Ballës, Beogradi e ka krijuar, Beogradi e komandon, Beogradi do ta komandojë atë parti, po që se do ta lëmë tjetër pushtet. Dihet ajo. Zoti Islami, si mendoni nëse Edi Rama jep dorëheqjen, a do të përballet me drejtësinë? Edi Rama do iki në Izrael dhe që andej do ta jep dorëheqjen. S'ka këta gjësh më. Që do të thotë? Që do thot, do iki. Dhe nuk do t'i shkoj drejtësi, se s'ka këta gjë drejtësia, se Izraeli se dorëzon, se ka spion të tia, e ka vlerë kombëtare. Po, në këtë rast, ju mendoni se do të ketë një skenar si Gruevski, si Asadi? Skenarët i hartojnë ata që i realizojnë, unë s'jam pjesë e realizimit të skenarëve, unë pres, çfarë do ndodhë, unë jam në pritje. Po në këtë rast, si e keni parë SPAK-un, apo tregohet aq po themi në lartësinë e duhur kundrejt asaj çfarë po ndodh në vend? Fare, është inexistent. Është inexistent. Turp të vinë të tërë atyre që janë atje. Pasi faqen e zezë që po trajtojnë interesat kombëtare në shërbim të Izraelit. Ne ishim ai kombi vetëm në Evropë që i shpëtuam gjyshrit dhe baballarët e saja. Ne ishim ata që i gratë që fute i veshën me qitjane, edhe me dimike, edhe me roba kombëtare shqiptare për të mos i diktuar Gjermanët. Kemi bërë veprimin më të ndershëm dhe më njerëzor që i kemi shpëtuar, sepse i kërkonte i përpinte makina e bishës naziste. Zoti Islami, si e cilësoni ishullin e Sazanit? A është ai një pikë strategjike teksa nga shumë ekspertë cilësohet si ngushtica e Hormuzit dhe shikohet si një nga pikat strategjike si në aspektin turistik ashtu edhe ushtarak? Në aspektin turistik s'ka punë fare turizmi në Sazan. Sazani është bazë ushtarake zotëri dhe është objekt ushtarak. Dhe është tamam porta e hyrjes për ndetin Adriatik. Qelsi në Otranto se kemi neve zotëri. Dhe t'idhen përpjet që futët edhe kush ka bërë që futët. Sazani është shqiptar dhe do bete shqiptar dhe nuk ka burdhëne që të hyjë atje. Se hyrja në Sazan është baras luftë. Sot një ai general koloneli Jairo Limaj i ka dërguar letër Ivana Trumpit dhe i thot largohu zonjë, deklaroj që s'ke punë me këtë vepër të mërshme të atje që po bën Edi Rama duke shfrytzuar emrin tuaj. Dhe nga ana tjetër, edhe vetë personalisht, ka bërë gati do t'i nisë një letër presidentit Amerikan Donald Trump duke i kërkuar që të mos shkel mbi amanetin e George Washingtonit apo të Wilsonit dhe të atyre burrave të mëdhenj të Amerikës që e kanë
ndihmuar dhe kanë shpëtuar Shqipërinë nga rreziku. Ne jemi në të njëjtin situatë si në 1920-ën kur presidenti amerikan Harold Wilson shpëtoi Shqipërinë nga coptimi, që doni t'i bënin grekët dhe sënë. Woodrow Wilson. Okej, në rregull. Pra, jemi në atë situatë. Këtë do t'i dërgojmë presidentit amerikan dhe kam shpresin që do na përgjigjet pozitivisht. Zoti Islami, si mendoni, ka një dorë amerikane nga pas protestës për të rrëzuar Edi Ramën në mënyrën se si ai i ka menaxhuar gjërat, por edhe nga fakti që situata i doli nga kontrolli në Zvërnec? Nuk kam si ta di këtë, jo unë, po askush nuk e di. Aty askush nuk del që të thotë se protestën e drejtoi unë, askush nuk, ata që janë atje që komandojnë polisit që dalën edhe klasin Broçkull atje dhe i luten me këngë Edi Ramës ja dorëheqin. Ata çapaçull që janë atje, se ata janë çapaçull, s'kan personalitet dhe s'kan identitet, sepse nuk deklarohen, nuk i thon popullit kush janë që të kenë besim. Pra, ata janë thjesht për të sabotuar atë protestë dhe po e sabotojnë në mënyrën më të mirë të mundshme për veten e tyre. Nuk është protesta ajo që do vendos fatin e kësaj pune, ajo që do vendos fatin është kryengritja e përgjithshme e shqiptarëve. Zoti Islami, a mendoni se vapa e Korrikut, por edhe ajo e Gushtit do ta shuaj protestën? Jo, nuk do ta shuaj protestën. Do shuhet ai parlament me Edi Ramën në krye. Ndërkohë, Edi Rama a e mbyll dot vitin 2026 në krye të qeverisë? Jo. As shtatori nuk do ta zërt, as miqtem, as Korriku nuk do ta zërt. Nëse Edi Rama nëse Edi Rama vazhdon të edhe Korriku nuk do ta mbyll dot. Do iki. Do zhduket. Nëse Edi Rama vazhdon të jetë kryeministër edhe për gjatë vitit 2027, a mendoni se mund ta pranojnë vendet e NATO-s, por ndërkohë edhe presidenti amerikan Donald Trump që të pritet në Shqipëri nga kryeministri Edi Rama në samitin e NATO-s që do të bëhet vitin e ardhshëm në Tiranë? Nuk do arrijë Edi Rama të bëjë ato, nuk do jetë Edi Rama kryeministër. E thash, Korriku Edi Ramën e heqi nga karrikja. Për të mos thënë ditët e para të Korrikut. Në datën 4 ai ka ditëlindjen. Inshallah se s'do ditëlindjen. Jo, tani s'mund të bëjmë urime të tilla. Thjesht po bëj unë sketi. Të lutem, e them unë. Nuk e zën në krye të qeverisë. Armikun, si. Nuk e zën në krye të qeverisë. Ti thuaj nuk jam dakord, i nderuar avokat, nuk jam dakord me këtë urim që bën ti thuaj. Po unë do ta them. Se s'ma dalon njëri atë. Po çfarë pritet të thotë? Të lutem, një tradhti të tillë, një krim të tillë, një poshtësi të tillë, një pabesi të tillë si të këtij hebreu shqiptar, nuk ka parë histori e Shqipërisë.